Trump shfaqet me kapelen Trump 2028, do të kandidoj për mandatin e 4. Presidenti i Shtetit Bashkuar Donald Trump ka rikthyer vëmendjen gjatë galas së shoqatës së korespondentëve të Shtëpisë së Bardhë, ku shfaq me një kapele të kuqe me mbishkrimin Trump 2028 dhe bëri një deklaratë që shkaktoi të qeshura dhe reagime të shumta. Në fund fjalimit e tij, Trump tha me tone humoristike se synon të kandidojë për një mandat të 4 presidencial. Por shkak se më interesoni ju dhe dua të ruaj shikueshmërinë tuaj, kam kënaqësinë t'ju njoftoj synimin tim për të kandiduar për një mandat të 4 si president i Shtetit Bashkuara. Do ta bëj. Në fakt, mendoj se sapo e bëra, tha ai, ndërsa ngriti kapelen Trump 2028 duke shkaktuar duartrokitje dhe të qeshura në sallë. Gjatë fjalimit Trump ironizoi dhe mediat, kundërshtarët politik dhe figura publike që njëkohësisht falenderoi gazetarët për punën e tyre dhe kujtoi atentatin që detyroi shtyjen e ceremonisë së prillit. Ai tha se pavarësisht përplasjeve, një shtyp i lirë mbetet i rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, deklarata për një mandat të 4 u interpretua gjërësisht si një batutë politike. Amendamenti 22 i Kushtetutës së Shtetit të Bashkuar nuk lejon që një president të zgjedhet më shumë se 2 herë, ndaj Trump nuk do të kandidojë ligjërisht për një mandat tjetër presidencial.